Përzgjedhja e liderit në Vlen është njëra nga pikat më të rëndësishme në procesin e shndrimit të këtij koalicioni në një subjekt politik. Sapo kalon koha, duket se opsioni më i mundshëm është që kryetari të zgjidhet me rotacion çdo vit. Një ndër opsionet që më shumë po diskutohet është koncepti i rotacionit. Normal që secili ka kontributin e vet të rëndësishëm, secili është pjesë e kësaj fitore, pjesë e kësaj ndryshimi. E këtij ndryshimi edhe mendoj që duhet të jetë edhe një model inkluziv. Po bisedohen, domethënë, rotacioni, bashkëkryetar. Televizioni 21 e ka parë draft planin se si parashihet që koalicioni Vlen të shndrohet në një parti të vetme politike me emrin Unioni Demokratik Shqiptar Vlen, e cila do të regjistrohet si organizatë politike në regjistrin qendror. Televizioni 21 mëson se ky draft është shkruar nga Zëqirja Ibrahimi në bazë të disa mbledhjeve që janë mbajtur brenda Vlenit, ndërsa në 2 prej tyre i pranishëm ka qenë edhe kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti. Dokumenti, të cilin e pa Televizioni 21, parashikon që organi më i lartë të jetë kongresi, i përbërë nga 500 anëtar, ku 4 partitë themeluese do të kenë nga 150 delegat secila, ndërsa vetëvendosja dhe arbëria nga 50 delegat. Kongresi do të ketë kompetencë për zgjedhjen e presidencës dhe të Këshillit të Përgjithshëm. Këshilli i Përgjithshëm do të përbëhet nga 130 anëtar me përfaqësim proporcional të subjekteve përbërëse. Kryesia qendrore do të ketë 33 anëtar, ndërsa deputetët, ministrat, zëvendës ministrat dhe kryetarët e komunave do të jenë pjesë e saj automatikisht, por pa të drejtë vote. Presidenca është paraparë të përbëhet nga 4 anëtar me mandat 4 vjeçar. Kryetari, sekretari i përgjithshëm, zëvendës kryetari dhe kryetari i Këshillit të Përgjithshëm. Vendimet në presidencë do të merren me konsenzus, ndërsa kryetari i Vlenit do të zgjidhet me rotacion çdo vit. Rotacioni i kryetarit do të përcaktohet me short, ndërsa pozitat e tjera do të dakordohen paraprakisht, duke siguruar barazi me subjekteve përbërëse. Mandati i këtij modeli organizativ do të zgjasë 4 vjet, ndërsa në fund të mandatit kryesia qendrore dhe Këshilli i Përgjithshëm do të vendosin për të ardhmen e partisë. Buxheti fillestar i parashikuar është 100.000 euro, të siguruara nga 4 partitë përbërëse me nga 25.000 euro secila. Selia qendrore e partisë do të jetë në Shkup dhe të gjitha zyrat ekzistuese do të ribrandohen me emrin Vlen. Sipas planit, partitë aktuale mund të mbeten subjekte juridike vetëm për arsye të financimit shtetëror, por pas kongresit të Vlenit, askush nuk do të veproj apo përfaqësohet në emër të ndonjë partie tjetër. Në kuptimin politik dhe përfaqësues, ato do të shuhen, ndërsa nëse ekzistojnë zgjidhje juridike, parashihet edhe shuarja e tyre formale. Ky draft plan pritet të diskutohet të martën e javës së ardhshme.